për krajen pa rezervë tonën. Vetë ndryshimi i kraut, vetë pozicionimi politik, vetë oferta programore, nënkupton që vendimarrja se si do të orientohet aleanca mas datës 7, i takon kryetarit Xhini. Natyrisht, edhe kryesisë e strukturave tjera, por e thash edhe një herë, tash nuk dashta me nxjerr materiale se nuk po duam i mundu as shikus, por koncepti janë, qëllimi janë, analiza janë që kemi pa mbi të gjetura në teren që shqetësohet qytetari i Kosovës janë këto 3 shtylla, domethënë siguria, energjia, zhvillimi. Domethënë që to 3 tema për cilat ne kemi folur, zhvillimi, kur flasim zhvillimi është i infrastrukturës, i ekonomisë, i bashkëpunimit. Po jepeni përgjigje Korçës nëse mendoni ose ka vija të kuqe aleanca për vetëvendosjen tonë. Ja japa përgjigjen më adekuate të mëjshme. Në rast se një partner i janë pajtohet për këto 3 shtylla kryesore, aleanca do të jetë e hapur me ul tavolinë e bisedu. Po, pra s'ka vija të kuqe për askënd. S'ka pas kur vija të kuqe, më shumë kanë, Ka patur slogane me vija të kuqe, pastaj ato vijat e kuqe kanë ndruar, po dorën zemër, po. Sa janë vijat e kuqe, janë sa ja përmbush një subjekti politik kërkesat ose qëllimet, për ndryshe unë jam shumë i bindur që në Kosovë mes shqiptarëve nuk duhet me pas vija të kuqe, edhe është e pa ndershme dhe e pa drejt ky farë tensioni që e kemi kriju në Republikën e Kosovës në emën të vijave të kuqe. Kemi shku qas tellë sa ti e shpion, tjetër atar, ajo patriot, kjo asi, kjo kësi, e kemi shkatru mendësinë e qytetarit tonë me kësi fjallore dhe me logjike. Unë mendoj që sa ma shumë i kontribojmë qartës me ullë gjakrat, me këshyrë në program, me këshyrë listën, me këshyrë ofertën që ka se cilë subjekt politik, kështu i nimojmë edhe të armës tonë. Në rrasë kështu mendojnë që me kësi gjuhë agresive, fyri o vendime, përbes, mu nuk është që më bojnë shumë përshtypje, po nuk po i kontribojnë kurkuj as vetë vetës. Sepse sot je magjerancë nesër si e kështu që do të me pas shumë kujtas. Shala. Unë të me vazhdu me të kjo raporti me vetëvendosin, se sot mendoj që